ky rast? Ky rast para një javë fëmia del nga kopshti me temperaturë, me vjella në park, 72 orë fëmia ishte për 2 verë dhe s'kisha informacion se çfarë ishte qësisht. Serume më shumë se 72 orë në intensive. Sa gjëna përmirësohet pak më mirë. Kishim terë informativ se çfarë ishte. Pra nuk i thanë gjë në spital kur këtu fëmia? S'kishim informacion, nuk kishim informacion. Ju keni qenë rasti i parë? Nuk kam qenë rasti i parë. Dolën ato analizat, pastaj u troqën e mjekojnë në shtëpi fëmijë. Si e vërejtët që fëmia juaj ishte prekur lektemi? Cilat që simptomat e parë? Vjella, diare çdo 10 minuta, çdo 15 minuta ishte domos 72 orë ishte që të merr. Pastaj gjërat vazhdonin. Jeni sigur që e ka marrë në kopër se ka një tentativë për të thënë që ky është këtë ardhur nga jashtë, çfarë përgjigje jepni juve? Ndërkohë është e sigurt se jemi tërë në kopër. Shqyqy që kisha fëmijën tjetër që një javë, sa është kam binjë, kam tjetër nga, dhe shqyqyr lu zoti që nuk ishte, që do ante edhe lijen, ante edhe do bante koktej sëmullish, edhe këtë salmonellë. Edhe të pak në fëmija tjetër, po t'ishte ata arrin njëri me tjetër dhe anë një sanë, dhe po t'ishte që fëmija do ta sillën nga shtëpia, kanë 2 fëmijë të tjerë të vegjël në shtëpi. Masat që janë marrë nga autoritetet, kanë kontaktuar me ju dhe çfarë masë që marrë? Kanë bërë atë masi u përhap, pastaj filluan lëvizjen, po gjithsesi mjekime, dezinfektime, dezinfektime kanë parë që bëjnë ande. Përgjigje analizash. Përgjigje analiza vetëm nuk ka marrë me të insistuar, shumë se duhesh edhe për mjekimin, çfarë mjekimi do bëja, por vetë kanë marrë. Sot i morën tërë. Çfarë dyshoni tek pra çfarë ka ndodhur ushqimi i cili ka qenë i kontaminuar sipas juaj? Urime plozëtare nga ushqimet. Çfarë ka konsumuar sipun me fëmia juaj në nga edukatorët, nuse thotë që supën ka konsumuar. Supën e kurrës. Ata kanë pasur tjetër. Nuk kam informacion. Faleminderit. Duke thënë që s'ka dalë akoma përgjigja, e kishin për ta marrë që të shtunë para ditë nuk e morën. Edhe dije me gjithaj debat që bë me zi e mora, sepse thoshin që nuk jepet kështu, duhet jepet në mënyrë zyrtare. Pastaj nga ana e tyre ne nuk kemi para asnjë gjë, sepse me sa kemi dëgjuar ne kjo është një smundje ngjitse. Dhe për disa është një smundje ngjitse duhet të ishte një dikush, në fakt nga infektivi nga spitali që na orientonte na thoshte që kjo duhen këto masa të mira, se ne kemi edhe njerëz të tjerë në shtëpi, nuk kemi vetëm me një fëmijë dhe që kështu fare asnjë gjë zyrtare, as na kanë pyetur që si është fëmia. Jo, fare, orë nuk ka ardhur njëri fare në shtëpi. Ose nuk ka marrë njëri telefon fare. Mjekimet ka marrë një mjekim, duke folur me një doktoresh, pa i përmendur emrin. Nuk ka dhënë një mjekim, ata e ka marrë me lekët e mia, por kjo nuk varet kështu sepse do të kishte një përkushtim nga shteti, do ishte kështu se ti shkon dhe e merr një recetë. Pa përjashtim asnjë gjë, dhe kjo recetë kushton diçka, një rrok se ka mundësinë. Shteti ku është? S'është fare, çfarë sekundi. Kemi çka? Është një çështje sensitive, shohim shumë pas prindër, edhe pse ishte marrë një protestë. Po sepse shumica e këtyre me sakt kanë folur se ne jemi këtu gremshak dhe i njohim që të gjithë. Si pjesën e anës zyrtare dhe njerëzit e thjeshtë edhe familjarët që kanë fëmijët aty, por me sa shoh unë kam frikë se mo ikim nga një vend pune, por para fëmijës mua nuk intereson asnjë gjë fare. Çfarë kërkoni ju si prindër? Ne kërkojmë që të zbardhet e drejta dhe zbardhet e drejta e kësaj, ne nuk duam asnjë gjë, s'duam as të përfitojmë asnjë gjë. Edhe për mendimin tim, me sa kemi dëgjuar, kjo është një tender online që është dhënë një kompani jashtë qytetit tonë. Unë për vete time s'jam fare dakord, ka shumë biznese të mirë, të tillta këtu dhe të cilësisht që mund ta bëjnë këtë punë 1000 herë më mirë se ai. Edhe ne e njohim dhe s'ka pse të dalin jashtë bashkie kjo gjë. Faleminderit. Çfarë masë Ne kemi qenë shumë të shqetësuar se fëmia im ka qenë martën. Fëmia ime ka qenë martën që është i infektuar. Ktu. O goni. Fal mjekës u ka marrë për vetë dhe jo për ty. Po, zotëri.
Fal mjekës që na dha ilaçin dhe është mjekuar, tani është disi më mirë, po prapë dhimbjet vazhdojnë, ka rënë temperatura, po dhimbjet e barkut vazhdojnë akoma dhe nuk e dim sa do sjasen. Çfarë kanë përdorur? Do vazhdojmë me mjekimin, pastaj më vonë do ripërsëritim edhe një herë analizat. Juve si prind, besoj që e keni parë kopshtin nga afër, më herët, a keni pasur hije dyshimi për mënyrën për ushqimin që vinte, e keni adresuar institucioneve? Kopshtin për pjesë nuk kemi folur, po ato janë organet kompetente që duhet kontrollojnë ato gjëra. A ndjeni të sigurt për ta çuar fëmijën prapë në kopësht? Jo, nuk jam i sigurt për ta çuar fëmijën po prapë atje në atë kopësht. Se ajo më ndodhi prapë nesër. Okej. Faleminderit. Konfirmuar me salmonellën. Unë njoftimin e mora nga edukatorja e kopshtit të Hanën, e cili fëmia im shfaqet temperaturë, të Hana në drekë e ka marrë dhe sot po bëjmë 8 ditë, i cili vazhdon me dhimbje e barku, stomaku, diare, temperatura i zgjati 3-4 ditë, kurse tani jo. Po janë autoritetet janë interesuar për analiza, për dezinfektime? Për dezinfektime unë kam marrë vesh që janë bërë edhe në kopësht edhe në spital. Falenderoj shumë doktoreshën, e cila na ka qëndruar korrekte gjatë gjithë kohës, edhe në telefon edhe në spital, me çdo gjë. Ju keni fëmijë të tjerë, druhani për hapjes së kësaj vate në shtëpi? Kam edhe një gocë. Kemi çuar dhe analizat dhe presim edhe përgjigje. Ka shfaqur simptoma? Jo, goca e madhe jo, nuk ka shfaqur simptoma deri tani. Çfarë dini ju dhe se si do duhet mbrojeni nga salmonella teksa keni një rast konfirmuar në shtëpi? Salmonella tani domethënë ne jemi të kujdesshëm. Në fillim nuk e dinim, sepse unë të hënën mora vesh domethënë që ishte me temperaturë dhe të martën e kam çuar për vizitë, por doktoresha normalisht që nuk kishim në dieni dhe më dha diagnozën si virozë e stinës. E kam kuruar me medikamentet për virozë, kurse më vonë të ejten kam marrë vesh domethënë që kishte dalë me... Çfarë kërkoni sot? Si prindet për Sot normalisht unë si familje po bëjmë 8 ditë që jemi trembur, jemi normalisht domethënë në gjendje ankthi, shoku dhe normalisht jemi... Si do veproni më tej? Si do veproni? Por, kërkoj që paktën tek fëmia im, sepse ne çojmë që nga mëngjesi dhe deri në orën 3:30 e lëm në kopësht, por flas për rastin tim. Kërkoj siguri, të paktën për ushqimin që fëmia konsumon atje duhet të jetë i sigurt. Faleminderit. Gjithë duhet të falenderoj të gjithë juve media për këtë ngjarje për ne qytetin tonë është shumë e madhe, por besoj do të jetë edhe për Shqipërinë, se mbi fëmijën njerëzit nuk do të vënë asgjë. Ne jetë kuptim fëmia ka, nuk ka politika. Nga politika thjesht të popull ka vuajtur, por ne qytetarët e Gramshit nuk dolem për politikë, nuk kemi dalë as për të keq në kryetarëve në drejtorën atyre. Ne kemi ardhur, na janë helmu fëmijët dhe vend bërtasin ne që na janë helmu fëmijët, bërtis ka këta, duke intimidu njerëz që mos dilë atje, jo po çfarë do kërkoni, po më do kërkoj. Na keni helmu fëmijët, jep një përgjigje. Unë do i bëj thjerrje prokurorisë në prokurorinë e rrethit gjyqësor Gramshi, është djalë nga Gramshi, unë do i bëj thjerrje Këshilla Jazit, diqe këtë çështje, mos e lë, ata janë fëmijë Gramshiot, ti e rritur, e lindur e rritur në qytet, na çoje deri në fund të ngjarjes, sepse që të vish të intimidojnë njerëzit, ka 10 ditë të paktën. A ka pasur tentativa për dalim të protestës? Përdesa duke ardhur tani ishim duke thënë që të marrim një që si kanë marrë në telefon. Kështu që kjo kuptohet. Por këtu duhet kishte dalë gjithë Gramshi, se nesër do jenë fëmijët atyre. Ne nuk e kemi çështje politike këtë. Thjesht e kemi çështje qytetare. Nga policia, nga prokuroria, jeni marrë pyetje? Policia i kishte marrë mesazhin nga Facebooku im apo i dikujt tjetër apo i media, nuk e di, se kështu pronë policia, e kemi marrë nga lajmi nga rrjetet sociale. Kështu që në çdo rast dhe një diçka të vogël po të shkojmë në spitalin e Gramshit, vjen automatikisht policia. Paktën na e guzhin atje se ne se dimë, jemi prindër, nuk e dim çfarë kushte higjieno-sanitare ka pasur. Paktën na e guzhin do ishte rrethuar nga policia bashkë me ushqimet që u gjetën brenda. Duhet të ishin marrë provat.
dhe aty të fillon dhe hetimi. Tani provat ka marrë ditën e shtuna AKU-ja, sepse aty ushqimi është 1 ditor, edhe hidhet, nuk jepet me ushqim, se s'ka frigorifer me sa di unë. Kushtet që janë atje s'ka frigorifer. Tani ti si mund të vish ta marrësh nga e premtja që janë infektuar fëmijët, vish të shtunën mas 8 ditëve dhe merr analiza thot presin përgjigje. Po mirë që ndodhi kjo që panda ka unë të vi vërdall pak në program se si kishim parë. Realisht, por tu ka i diçka, doni ta mbyllin, po fal mediave dhe fal ngritën zërit të disa prindërve që kanë shqetësim real, kjo ngjarje u bë mediatike. Tani duan ta mbulojnë deri dje bashkë me gazetarin e Osmanin, thoshin 4 të infektuar, dolën mas dite 14. Mund të ketë dëm shumë, mund të na i fshehin, nuk e dim. Ne tani do i bëjmë përsëri analiza fëmijëve për të qenë më të sigurt për klinika private. Faleminderit juve. Shumë faleminderit.